Nuk e di nëse ende keni ndarë mendjen ku do t'jeni këtë vikend. Do t'jeni diku në kryeqytet, do të shkoni në Bjeshk, do të shkoni në fshat, çfarë do bëni nuk e di. Por që unë kam një propozim shumë të mirë për secilin prej juve. Nëse veç për tani të merrni rrugë të larta që të kënaqeni me bukuritë shumë të natyrore që ka Kosova, ju propozoj që vetëm 16 kilometra larg kryeqytetit. Shkoni në Fushë Kosovë, merrni rrugën për aeroport dhe do t'ju shfaqen tabelat për fshatin Harilaç. Një fshat i cili po pretendon të jetë vërtet një fshat turistik. E gjitha kjo fal natyrës së mrekullueshme që ka, por mbi të gjitha fal kalasë të tij. Kala kjo e cila është unike, jo vetëm në vendin tonë, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë. Neve sot do t'ju sjellim reportazhin për kalan e këtij fshati, për kalan e cila nga aty ofron pamje të mrekullueshme, por që edhe në veten ngërthen një histori teje të rëndësishme, jo vetëm për rrethinën, por për gjithë vendin tonë, për gjithë Kosovën. Ju ftoj që ta shikoni këtë reportazh dhe jam mëse e sigurt që do të ndani mendjen që patjetër t'i bëni një vizitë këtij vendi të mrekullueshëm që nuk e keni edhe aq larg kryeqytetit. Kam dëgjuar miq, kolege dashamir të natyrës, të trashëgimisë kulturore, që disi Prishtinës i mungojnë vendet atraktive, vendet në të cilat do të mund të njiheshi me të kaluarën e vendit tonë, por edhe do të mund të mrekulloheshi nga pamjet e natyrës. Në fakt, një vend i cili ju ofron që të dyja gjendet fare pranë Prishtinës, jo më shumë se 16 kilometra larg, është fshati Harilaç, të cilin të veçantë dhe shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit e bën kalaja e tij. Rruga që të shpihet për në këtë vend është e tëra e asfaltuar. Qysh në hyrje të fshatit, do të ju shfaqen tabelat të cilat do t'ju orientojnë për te kalaja. Rruga gjarpërore që të shpihet për në antikitet do të ju shndrohet në një atraksion të vërtet turistik. Me makinë do të mund të arrini deri tek një lloj platforme, e cila është ndërtuar në një lartësi jo dhe aq të madhe të kodrës së Harilaçit. Kjo platformë ofron hapësirë të mjaftueshme për parkimin në një numri të madh makinash. E qysh në këtë pjesë të rrugtimit tuaj, ju do të mahniteni me pamjet që do t'ju shfaqen të fshatit dhe të një pjesë të qytetit të Fushë Kosovës, por edhe të kryeqytetit dhe të fshatrave në rrethinë. E di, kjo që shihni mund t'ju ketë magjepsur, por ngadalë kemi edhe shumë për t'ju prezantuar në këtë reportazh. Janë më shumë se 225 shkallë, të cilat do t'ju duhet t'i merrni që të mbërrini tek kalaja, e cila është unike, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë. E vendosur në një lartësi mbydetare rreth 767 metra mbi nivelin e detit, në kodrën e njohur si Gradina e Harilaçit, kalaja e këtij fshati, e cila daton që nga shekulli 4 deri në shekullin e 6, përfshin një sipërfaqe të rreth përshkruar me mure mbrojtëse prej 500 metra, i cili fortifikon një hapësirë prej 1.3 hektarësh.
në hyrje të Kalas, pamja që do t'ju ofrojnë muret e saj të ndërtuara kryesisht nga gurët që gjenden në rrethinë, do t'ju kthejë në kohë, duke ju sjellë kështu një jetë të tërë antikiteti. Kalaja fortifikohet nga një muri i cili ndjek izoipsen e kodrës, pra nuk ka një formë të rregull gjeometrike. Muri ka pas një gjerësi që ka varju nga 1.3 dhe 2.20 metra, pra varësisht nga hapësira që është fortifiku, që i bie nëse një hapësirë ka qenë ma e qashme në aspektin gjeografik, ma lehtë e qashme është kushtu ma kujdes fortifikimet rrjedhimisht, muri ka qenë më i fortë, më i gjerë, ndërsa nëse hapësira ka qenë më vështirë e qashme, edhe kujdesi ka qenë pak më i vogël në kuptimin që ka qenë më i ngushtë. Muri është ndërtuar kryesisht me teknikën opus mixtum, pra që është një kombinim i tullave me gur të zonës. Mirë po kemi raste caktuar që është përdorur vetëm teknika opus incertum, pra vetëm gur pa përdorim të tullave. Muri është i përforcuar edhe me kontrafora, pra kemi rastin e kontraforës që kanë qenë shtylla mbrojtëse. Si çdo kala, edhe kalaja Harilaçit përveç mureve mbrojtëse, kishte edhe kullat vrojtuese, të cilat kishin kryesisht funksion vëzhgues. Ndërsa në pjesën juglindore të murit rrethues, respektivisht fare pranë portës kryesore, cila përforcohet me dy kulla, ndodhet kjo strukturë masive, e cila ishte struktura më e lartë dhe paraqet një vrojtimtore, të cilën e hasim edhe në burimet antike, por që është karakteristikë për fortifikatat e shekullit 5-6, është një nga cila vëzhgoi hapësira tjetër dhe me anë të kësaj pastaj komunikoi me kala tjera në rast të një rreziku. Gjatë ditës ky komunikim ka mund të tyre, ndërsa gjatë natës fjala informate zonë pra sinjalizoshin fortifikata tjera në rast të ndonjë rreziku. Të keni kaluar vrojtimoren, do t'ju shfaqet porta e Kalas, e cila sipas arkeologut Arben Hajdaraj në kohë kishte pësuar ndryshime, kjo mbase për shkak të pozitës së saj jo edhe aq të favorshme. Ndodhemi në pjesën juglindore të Kalas, respektivisht tek porta kryesore e Kalas, e cila është përforcuar me dy kulla kënd drejte, të cilat janë identike sipër nga dimensionet dhe teknika ndërtimit. Kjo hapësirë, sikundër edhe gjithë muri rrethues, është ndërtuar me teknikën opus mixtum, pra që është një përzierje mes tullave dhe gurëve. Gurt janë gur të zonës, pra nuk bëhet fjalë për gur shumë solid, ndërsa edhe tullat është dëshmu që janë prej në afërsi të Kalas. Porta, cila ishte në fazën e parë porta kryesore Kalas, e humb funksionin e vet në një fazë të mëvonshme. Realisht është vështirë të dinë arsyet se pse e ka humb funksionin e vet, mirë po mund të supozojmë se mbase ishte projektuar në vendin jo shumë dur për faktin se nga kjo hapësirë qasja nuk është shumë e lehtë dhe rrjedhimisht porta ka humb funksionin e vet primar, është shtu kjo pjesa këtu dhe është këtu në një portë sekondare për të hapur një portë tjetër primare për të marrë rolin e portës primare në pjesën veriore të Kalas. E si shumë kala të tjera, edhe kjo e Harilaçit, shumë pranë portës hyrëse dhe kullave fortifikuese, kishte edhe hapësirën banuese. Hapësira këto në të cilat kishte pasur qetje të shumta arkeologjike, si vegla pune, stoli, moneda, tulla, fragmente qelçi dhe struktura arkitektonike, që posaçërisht theksojnë periudhën e antikitetit të vonë, e në veçanti atë të kohës së Justinianit. Mbetjet e kësaj strukturë që po shohim këtu, pra gjithë objektet e një ambienti të banimit, për dallim prej pjesës tjetër, janë përdorur gur të njëjtë të zonës, megjithatë si materialisht është përdorur balta. Dhe në aspektin kronologjik korrespondon me fazat e fundit të ndërtimit në kalon e Harilaçit, respektivisht me gjysmën e dytë të shekullit të 6. Referu materialit arkeologjik i cili është gjetur në hapësirën brenda, pra bëhet fjalë për qeramik të përdorimit të përditshëm, stolitë ndryshme, monedha për cilave është një folisi perandorit Justinian,
na ka mundësu që këtë, po dhe pozitës geografike ku ndodhet, na ka mundësu që ta adaptojmë se një ambient banimi, pra ka shërby si një ambient banimi, sepse ndodhet fare portës kryesore të Kalas, pra në fazën e parë si porta kryesore. Përndryshe ka formën e trapezit dhe përmbet prej dy ambienteve të banimit. Nga kjo pjesë e Kalas, pejzazhet e natyrës të cilat do t'ju shfaqen janë pasionuese. Fushat të cilat duket sikur nuk kanë fund, aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari, por edhe pamjet e bjeshkeve të larta përreth, do t'ju bëjnë të kuptoni se përse të parët tanë kishin zgjedhur që kalat e tyre t'i ndërtonin në pika kaq të larta, të cilat ishin tejet strategjike për të bërë vëzhgimin e një hapësire të konsiderueshme, jo vetëm rreth Kalas, por edhe të gjithë territorit rrethues. Në këtë pjesë të Kalas, tashmë natyra ka filluar të gjallërohet dhe lulet, por edhe sythet e para veç kanë filluar të zbukurojnë ambientin brenda mureve të Kalas. Teksa udhtoni në antikitet, do t'ju shfaqet edhe ajo që shumë njerëz e mendojnë, që është porta kryesore e Kalas, por që realiteti qëndron ndryshe. Hapësira ku ndodhe momentalisht shpeshherë vizitorët kryejnë përshtypjen që është një hyrje, por realisht nuk ka qenë një hyrje, ka qenë muri fortifikues. Mirë po nga banorët e zonës është hap kjo hyrje për nevoja tyre për të marrë dru nga pylli i tyre, dhe me pastaj edhe arkeologët gjatë ekspeditave tyre kanë shfrytzuar sepse qasja ishte me lehtë, edhe sot ekspedita shfrytëzohet pjesërisht për shkak të bartjes materiale gjatë procesit të konservimit ose megjithatë, ajo që është e rëndësishme, ndoshta të potencohet është fakti që nuk është një hyrje, ka qenë muri fortifikues dhe hyrja është pak më tutje hyrja kryesore e Kalas. E pasi të keni parë këtë pjesë, do të ju shfaqen muret në të cilat deri më tani nuk është intervenuar asnjëherë. Mure këto të cilat në luftë me kohën kanë arritur të dalin fitimtar për të dëshmuar një jetë të tërë që kishte ekzistuar shumë shekuj më parë. Për dallim prej pjesës tjetër të murit rrethues që e pam, e cila është e konservuar e trajtuar, kjo pjesë që po shohim këtë murit rrethues është pjesa origjinale, cila akoma nuk është trajtuar dhe po shihni që është dëmtuar si rezultati i prezencës edhe lisave për rrojt, një formë janë edhe lloj kanceri i struktura sepse rritja e tyre pastaj e deformon e shkatron murin. Dhe ne shpresojmë që gjatë këtij viti, po dhe vitet që janë në vazhdim, do të trajtojmë, respektivisht do ta konsolidojmë, konservojmë, restaurojmë këtë hapësirë të murit, në mënyrë që ta përgatisim për vizitorën të ardhmë. Nuk e di pse, por disi pamja e kësaj pjese të murit më bëri për vete qysh në shikim të parë. Ndoshta ishte fakti që në to nuk ishte intervenuar deri më tani, por ndoshta edhe ngjyrat që gurët kishin marrë ndër shekuj të tërë. Dhe teksa po sodisni muret, u shfaq edhe porta e Kalas. Ndodhemi te porta kryesore Kalas, respektivisht porta cili mori funksionin e portës kryesore pas mbylljes së portës që ishte në pjesën jugore. Ka një gjerësi prej 2.75 metrave dhe duke se në fazën e parë kjo ishte një kull, pra një kull vrojtuese, e cila me pastaj u riorganizu duke marrë rolin e portës kryesore. Duke që pozita në cilën ndodhe ka pas rol kryesor, që kjo të merë rolin e portës kryesore për faktin që nga kjo hapësirë qasja është shumë ma lehtë në raport me portën 1, e cila në fazën e parë ishte porta kryesore.
Vazhduam tutje vizitën tonë, për në pjesën më të lartë të kalas, atje ku gjenden gjurmë të shumta të rënojave të objekteve sakrale, profane dhe utilitare. Gjurmë këto, të cilat këto objekt të trashëgimisë kulturore e bëjnë unik, jo vetëm në Ballkan, por edhe më qerë. Pa dyshim se gjetjen ma interesante dhe ma të veçante në Kalana e Harilaqit paraqet kompleksi sakral, i cili është i vendosur në pikën dominante të kalas, pra dominon mbi kalan, dhe i cili është i kompozuar nga dy struktura identike, si për nga dimensione, teknika ndërtimet dhe materiali i përdorë. Madje edhe distanca në mes këtë dy objekteve është e barabartë me gjerësinë e martiriumeve. Ndërsa në pjesën perëndimore është edhe ndodhet një kishë, e cila është e tipit longitudinale, trianiace, ka narthex dhe exonarthex, ndërsa në pjesën veriore ka një sakrisi. Interpretimi i këtyre dy objekteve identike, sigurisht që nuk ka qenë i lehtë për faktin që janë unike, janë të veçanta dhe kemi pas mungesë të analogjisë. Pra të tilla, ndërtime të tilla nuk janë dëshmu jo vetëm territorin e Kosovës, madje as në rajon, por edhe më gjerë. Megjithatë, bazuar në karakteristikat e këtyre dy objekteve, si dhe faktin që këtyre objekte bashkangjitet edhe një kishë, ne mendojmë që fjala është për dy martiriume, pra martiriumet janë bazilika apo kisha ku janë rujt reliktet e martirëve, dhe në rastin konkret mendojmë që në këto dy martiriume janë rujt reliktet e Shënflorit dhe Laurit, dy martirëve të parë të Dardanis, pra me cilët fillojnë edhe dëshmitë e krishterizmit në Dardani, të cilët janë martirizuar në gjysmën e dytë shekullit dytë në Olpian. Pra ishin dy vëllezër binjeq dhe në anën tjetër kemi dy struktura binjake, pra identike. Në anën tjetër kemi edhe një pus i cili ndodhet në mes të këtyre dy objekteve, e që nuk ishte një pus prej vërteti, mirë po ishte pus simbolik për faktin që Shënflori dhe Lauri pas torturimit ata u hedhen në një pus diku në Olpian sipas burimeve dhe vdiqën nga asfeksioni. Pra pusi ishte i vetmi element i cili i lidhte këta dy martirë, pra respektivisht Florin dhe Laurin. Prania e këtij kompleksi unik sakral dhe numri i vogël i objekteve profane nga ana tjetër, përkundër faktit që janë realizuar kërmime të shumta, pothuajse në tërë hapësirën brenda kalas, i bëjnë arkeologët të mendojnë se kalaja e Harilaqit gjatë antikitetit të vonë më shumë paraqiste një pikë peligrinazhi se sa një refurgium. Donose të të rëndësishme për ato që përfaqësojnë këtë gjurmë arkeologjike, janë dëmtuar dukshëm gjatë proceseve restauruese dhe konservuese të bërë nga njerëz jo kompetent vite më parë, por që gjendja e tyre pritet që këtë vit të ndryshojë, së paku kështu thot arkeologu Arben Hajdari. Siç mund të vret, pra gjendja e kompleksit sakral nuk është e mirë, përkundër faktit që këtu ka pas konservime në vitin 2010, megjithatë, falë distancës kohore, por edhe konservimeve jo në nivelin e duhur profesional, ne rrezikojmë që këto struktura unike, të veçanta të shkatrohen. Prandaj, gjatë këtij viti, në para pa, falë buxhetit që është ndonë nga Ministria e Kulturës dhe Kuvendi Komunal i Fushë Kosovës, që ne t'i konservojmë, t'i restaurojmë këto mbetje arkitektonike, në mënyrë që t'i ruajmë, t'i prezantojmë sa më mirë dhe përmes tyre ta prezantojmë historikun e jashtëzakonshëm që e bartin këto struktura në Kalana e Harilaqit. Në pjesën më të lartë të kalas, gjendet një tjetër kull fortifikuese, e cila njësoj si ato të pjesës së poshtme të kalas, shfrytëzohej për mbikëqyrjen e ambientit përreth. Ndodhemi në pikën më të lartë mbi nivelin e detit, do thotë në Kalana e Harilaqit, respektivisht tek kulla e brendshme, e cila nga brenda ka formën e kanë drejten, ndërsa nga jashtë del në formë të sqepët apo të trekëndshit. Paraqet pikën cilës i është kushtu më shumë të kujdes
në ndërtim për faktin që ishte me lehtë e qashme nga kjo perspektivë. Kulla ka qenë 2 kashe, ndërsa ndarja e kateve ka qenë bërë me strukturë prej druri. Nga këtu, do të ju shfaqet e bukur dhe gjigante, Kodra e Goleshit, në të cilën fshatarët veç kanë filluar të kullosin baktinë e tyre, por në anën tjetër do të mund të shihni edhe disa prej fshatrave të komunës së Lipjanit. Dhe shumë pranë kullës rojtuese gjenden edhe gjurmët e mureve të një tjetër hapësire banuese në Kala. Një hapësirë prej 3 ambienteve, e cila paraqet gjithashtu fazën e fundit të ndërtimit në Kalanën e Arelaqit për fundi shekullit të 6, edhe në këtë rast, sikur në rastin e ambientit banimit në afërsitë të portës kryesore, si materialisht është përdor balta, dhe referu materialet arkeologjik që është zbulu mbegjeve, sidomos mbegjeve të mëdha të pitosave, për cilëve një pitos i tërë që është gjetë në këtë hapësirë, këto që ka një perimetër pjesa më e madhe për 3.65 metra, ndërsa lartësi 1.10 metra, kalon kuptohet që kemi të bëjmë me një ambient, një sillas për një ambient ku janë rujt rezervat ushqimore. Të gjitha këto që ju paraqetëm si kur bëhen më të rëndësishme, por edhe më të afërta, kur dëgjoni historinë e ekzistencës së kësaj kalaje, por edhe lidhjen e saj me të tjera lokalitete arkeologjike që gjenden në vendin tonë. E vendosur në një bërgore të pëllëzuar në një pikë të përtranësishme geostrategjike, fare pranë rrugës Lissus Najsus pra magjistrales kryesore cila përshkonte Dardaninë antike. Nga këtu mund të kontrolloj pjesa më e madhe e rrafshit të Kosovës. Për herë të parë në literaturë Kalana e Arelaqit që në vitet e 70-ta, megjithatë vëmendjen e arkeologëve e ka marrë vetëm vitin 2005, kur organizohen edhe gërmimet e para arkeologjike me karakter sondazhi nga Instituti Arkeologjik i Kosovës dhe Muzeu i Kosovës. Gërmimet të cilat kanë vazhduar deri në vitin 2016 në faza të ndryshme. Referuar materialet arkeologjik, Kalaja e Arelaqit për herë të parë është banu që në periudhën e Neolitit, jeta ka vazhduar edhe në periudhën e Bronzit, respektivisht është dëshmuar materiali i periudhës e Bronzit të vonë, të 3 fazat e periudhës së Hekrit, gjithashtu edhe material gjatë periudhës së helenistike. Nuk mund përcjellet jeta pas shekullit të 7, kur duket që Kalaja e Arelaqit është braktisë përfundimisht si rezultat i sulmeve apo goditjes që ka marrë nga grupimet avaroslave, të cilat ishin fatale jo vetëm për Kalanën e Arelaqit, por për një numër fortifikatash, madje edhe për vetë qytetin e Ulpjanës. Me qëllim të valorizimit dhe prezantimit të historikut të Kalasë së Arelaqit dhe promovimit dhe zhvillimit të arkeoturizmit, ekipi arkeologëve ka realizuar edhe restituimin në 3D të gjitha strukturave arkitektonike të zbuluara në Kalanën e Arelaqit. Restituim ky, i cili shpërfaq bukurinë dhe madhështinë që kishte ajo gjatë ekzistencës së saj dhe i cili do të shërbejë që vizitorët të kuptojnë më mirë historikun dhe rëndësinë e saj përmes imazheve. E derisa historia dhe gjurmët arkeologjike ju kthejnë në një të kaluar madhështore. Janë avionët ata të cilët do t'ju kthejnë në realitet. E them këtë nga se nga këtu, ju do të mund të shihni shumë sosh, teksa zbresin por edhe ngritën nga aeroporti ndërkombëtar, i cili është vetëm 2 kilometra larg Kalas. Andaj, nëse ju ndodh të ju shtyhet fluturimi, shfrytëzojeni këtë përparësi dhe ejani e mrekullohuni me Kalan. Kaluara përballë të tashmës e cila njeriu i ka dhënë shumë mundësi për të pasur një jetë më të lehtë, por edhe për të dëmtuar apo ruajtur ambientin në të cilin jeton. Kështu, ju do të mund të shihni termocentralet Kosova A dhe B, të cilat janë gjeneratori kryesor i energjisë elektrike në Kosovë. Por nga këtu do të mund të shihni edhe një tjetër mënyrë të përfitimit të energjisë, që është energjia që fitohet përmes erës, i cili është njëri ndër shembujt më të mirë se si energjia mund të fitohet pa dëmtuar ambientin.
E për të parë gjithë këtë që ju sollëm, do të ju duhet të bëni jo më shumë se 4120 hapa, apo thonë më ndryshe rreth 3 kilometra ecje. Së paku kështu thot njëri nga aplikacionet në celularin tim. Po nëse e shihni që koha nuk është në favorin tuaj, bëni mirë të largoheni, nga se erërat e fuqishme mund të sjellin shira të furishëm.